keni një tjetër shumë të madh, ju do të shmangni burgun, mos harroni, keni burgun, sepse në këto 35 vjet mendoni se mund të vidhnit sa të donit dhe si të donit dhe nuk do ndodhte asgjë. E harruat, keni kaluar 3 muaj të tmerrshëm, nuk dinit ku ishit. Kur filluan t'ju arrestonin Belinda Ballukun, Veliajn, Kërçanajn, ju iku mendja, u shokuat, ju desh pa kohë për të marrë veten, dhe pastaj ju detyroi Edi Rama të dilnit në gjitha televizionet dhe të bëheshit ekspert të drejtësisë, ekspert të mbrojtjes së drejtave të njeriut, sepse shokët tuaj në Burg nuk po i trajtoni në mënyrën e duhur, po ju shkelnin të drejtat, ju u kujtuat për Republikën e prokurorëve, për mbi popullimin e burgjeve, mbi paraburgimet. Pse? Sepse duhet të mbronit. Do të mbronit shokët tuaj që kishin frontuar në Burg. Ju në fakt po mbronin veten tuaj. Arritët deri aty sa nxorët një prej zëdhënësve tuaj jo zyrtar, nxorët Baton Axhiun, i cili doli dhe tha që do mbyllet ambasada amerikane. Apo si kujtohet? Do mbyllet në maj, do mbyllet ambasada amerikane. Nuk do ketë më ambasador në Republikën e Shqipërisë. Baton Axhiu. Spaku do jetë vetëm. Shprehimisht, fjalë për fjalë. Spaku do jetë vetëm. Por çfarë ndodhi? Jo vetëm që ambasada amerikane nuk u mbyll, por tani kanë emëruar një ambasador, i cili është një general Taulant. Erdhi generali Taulant. Nuk doli gënjeshtra juaj që do mbyllej ambasada, nuk do kishte më ambasador, Spaku do ishte vetëm. Sot që flasim, krerët e Spakut janë në Washington, Taulant, sepse nuk ka mbaruar ajo histori, Taulant.